Pas alarmit të dhënë se uji i pishëm në Lezhë është i ndotur, është ngritur një task force për të evidentuar problemet në terren. Sipas drejtorit të task forces Nikolin Prendi, nga inspektimet e kryera është konstatuar se shkaku kryesor i ndotjes së ujit është mungesa e klorinimit në burim. Ndërkohë, një problem serioz paraqet fakti që edhe tek depozitat ekzistuese, kjo procedurë nuk kryhet sipas parametrave të duhur. Kemi konstatuar që te pompat në burim, domethënë nuk bëhet dezinfektimi, klorinimi i ujit. Fakti që në burim nuk bëhet klorinimi i ujit është një shqetësim në mënyrë të veçantë për konsumatorët të cilët furnizojnë me ujë pishëm në linjë direkte pa kaluar nëpërmjet depos së ujit ku bëhet klorinimi. Vendin këtu ku ndodhemi tek depoja e ujit, megjithëse bëhet klorinimi, gjithsesi nuk kryhet sipas rregullave. Rrjeti i ujësjellësit është tejet i amortizuar, si pasojë të cilit shënohen humbje të konsiderueshme. Pavarësisht evidentimit të shkaqeve të ndotjes së ujit, nuk është marrë asnjë masë konkrete për përmirësimin e cilësisë së ujit të pishëm.